E të dashur miq, u rikthyem sërish në studio për të vazhduar me mësafirin për ditën e sotshme dhe kam kënaqësi të ftoj në studion e emisionit ton Vikend zotëri Besnik Rametin dhe të flasim për flakën e janarit. Mirë se erdhët në studion e emisionit ton Vikend. Përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi t'ju kem edhe pse jeni i angazhuar gjatë kësaj periudhe, sepse vetë se jeni me aktivitetet e flakës së janarit, por që edhe këtë vikend neve do e lëmë të përkushtuar për këtë organizim të shejt, po në fillimisht të më tregoni se çfarë përfaqëson për juve personalisht flaka e janarit. Së ju falenderit për ftesën tuaj. Çdo radio televizioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, programin në gjuhën shqipe është kujdesur për këto aktivitetet dhe çdo aktivitet tjetër të jetës së kulturës dhe angazhimeve të organizimeve të cilët janë realizuar në këto dekadë në Maqedoni. Flaka e janarit është njëra ndër ngjarjet më të rëndësishme të historisë tonë kombëtare. Kjo datë zë fillin që prej vitit 1982, posaçërisht pas vrasjeve të vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zeka në Gjermani. Këto figura të cilat kanë qenë bashkues të lëvizjes popullore të Kosovës të asaj periudhe, një ndër lëvizjet të cilat kanë pas peshë dhe rëndësi të organizimeve dhe shteti Jugosllavia asaj kohë, po ishte Federatës Jugoslave, shërbimi sekret ka bërë edhe atentatin dhe vrasjen e këtyre tre figurave të rëndësishme, posaçërisht Jusufit dhe Jusuf Gërvallës dhe Kadri Zekës, dhe flaka e janarit në vete për kombin shqiptar dhe pse është muaj i ftohtë, janari me këtë flak ngro lirinë e kombit shqiptar, me këtë flak që mban shpresën, ka mbajt idealin dhe nga kjo flak që është simbolizuar si flaka e janarit, sepse në janar ka ndodhur vdekjet të burrave të mëdhenj të kombit shqiptar, siç ka qenë Gjert Kastrioti Skënderbeut, është vdekja e tij. Pastaj figurat të cilët kanë ndodhur edhe e Isa Boletinit, pastaj Ismail Qemalit, dhe ajo të cilën kanë ngërthyer si flak që është sot si flakadan për të pasur këtë flak që është dritë, është posaçërisht vrasja dhe atentati i krijuar në shtetin e Gjermanisë, të cilën janë vrarë në 17 janar të vitit 1982 Jusuf dhe Bardosh Gërvalla, bashkë me të dhe shoku i tyre Kadri Zeka. Ditë më parë vetë se kanë filluar aktivitetet e flakës së janarit, flasim pak më tepër rreth aktiviteteve të këtij viti. Për aktivitetet, kjo është viti 21 që organizohet të flakës së janarit. Çdo herë një merit të veçantë për të mbajtur gjallë këtë flak ka qenë vetë organizatori kryesor, zoti Luan Veliu, kryetar i shoqatës Lulet e Malësisë në Gostivar, i cili me vetë organizimin, me vetë iniciativën, me grupet të tëra të kohës 20 vite, vetëm në Gostivar ka organizuar mbajtjen e këtij manifestimi flakës së janarit që ka mbajtur gjallë shpresën, që ka mbajtur gjallë kujtimin dhe të gjithë të dëshmorët e kombit dhe duke u kujtuar brezave të rinj, i cili në vitin e kaluar është marrë vendim që kjo flakë janarit, 17 janari, të manifestohet dhe të bardhë nga vetë shoqëria Lëvizja, Lulet e Malësisë dhe shoqata e veteranëve të luftës në Maqedoni, është marrë një vendim që flaka janarit jo më të ngele në Gostivar, me vetë iniciativën e zotit Luanit dhe shoqërisë Lëvizja që të bardhët në çdo qytet, në çdo vend të Maqedonisë, por edhe në vende tjera të mbahet flaka janarit jo më të ngele siç ka ndodhur në Gostivar, andaj me 15 janar është dorëzuar flakadani që është dorëzuar Kumanovës dhe sot me 17 janar do të mbahet edhe aktiviteti kryesor posaçërisht në fshatin Mateq, në shtëpinë e kulturës, ku simbolika e saj e kësaj dite është se do të vendohen kurora lule nga organizatorët e kësaj, posaçërisht që i takon Kumanovës për këtë ditë, dhe këtë organizim
vlen domethënë që të ceket se kjo ditë domethënë do të vendohet kurora domethënë edhe në çdo qytet, domethënë duke filluar nga Kërçova, nga nëna shqiptare, domethënë në Gostivar, në qytetin e Shkupit, domethënë në sheshin Skënderbeu, domethënë sepse aty është krye heroi jon, në çdo domethënë në dëshmorëve domethënë që janë në Haraçin dhe në të gjithë dëshmorëve domethënë të cilët janë në Likov dhe në Kumanov, ku do të vendohen kurora lule në këtë ditë të 17 janarit, duke i kujtuar këto figura emblematike. Gjithashtu, shoqëria Lëvizja, domethënë këtë ditë, domethënë të 17 janarit, bën organizimin që do të vendohen edhe kurora lule në vendet ku prehen këto figura domethënë të kombit shqiptar. Pse mendoni se kjo ngjarje vazhdon të ketë ende kaq peshë të madhe edhe sot? Kjo ngjarje vjen sepse në burimet tona domethënë të historisë vlen të theksohet se fati i shqiptarëve domethënë që nga viti 1912 me shpalljen e pavarësisë dhe në vitin 1913 kur konferenca ambasadorëve të Londrës kalon jashtë trojës shqiptare, duke filluar domethënë Kosovën, Malin e Zi, shqiptarët e Maqedonisë, por edhe të shqiptarët domethënë të Luginës së Preshevës dhe të pjesës së Çamërisë, Janinës, këto padrejtësi domethënë erdhën nga fuqitë e mëdha dhe rezistenca e shqiptarëve domethënë ka filluar posaçërisht nga kjo periudhë e vitit 1913 dhe që ka vazhduar pa ndërprerje. Dhe posaçërisht pas luftës së dytë botërore, me përfundimin e luftës së dytë botërore, përsëri trojët shqiptarë domethënë ngelen nën Federatën ish Federatës Jugoslave dhe rezistenca e parë domethënë në të cilën kanë qenë Adem Demaçi, domethënë figura emblematike e kombit shqiptar, dhe Metush Krasniqi dhe të gjithë të tjerët që kanë ngritur zërin për të drejtat dhe liritë domethënë të shqiptarëve dhe të kenë domethënë pjesën përbërëse të barabartë brenda ish Federatës Jugoslave. Vepra e tij domethënë dhe burgosja e tij domethënë është e vetme figurë që ka qëndruar 28 vite i burgosur për të drejtat dhe të mirën e kombit dhe popullit shqiptar që kanë jetuar në Federatën Jugoslave dhe kjo rezistencë, kjo lëvizje ka vazhduar pastaj edhe me demonstratat e vitit 1981. Domethënë, demonstratat e vitit 1981 të 11 marsit erdhën si rezultat domethënë i kësaj rezistence dhe vedia domethënë pas hapjes së Universitetit të Prishtinës, studentët ngritën zërin që shqiptarët domethënë të jenë të barabartë brenda Federatës Jugoslave. Dhe kjo rezistencë filloi me gjitha organizatat e asaj periudhe, siç kanë qenë domethënë OMLK, më vonë domethënë është krijuar dhe LPK, domethënë që ka qenë vetë këto bartës, këto figura domethënë Jusuf Gërballa, Kadri Zeka dhe figura të tjera, por fati i tij domethënë bashkimi të gjitha këtyre grupeve në Gjermani dhe vrasja e tij domethënë që ndodhi posaçërisht më 17 janar të vitit 1982 i dha shpresë dhe këto ishin menduan se do të shuhet një rezistencë. Dhe shteti Jugoslav dhe UDB-ja, po shërbimi sekret mendoj se me vrasjen e Jusuf Gërballës, Kadri Zekës dhe Bardosh Gërballës dhe burgosjen e demonstruesve të vitit 1981, të gjitha ato grupe menduan se do të shuhet kjo rezistencë. Kjo rezistencë nuk u shua dhe kjo rezistencë i dha ende motiv dhe nga një Jusuf Gërballa dhe Kadri Zeka dhe Bardosh Gërballa dhe gjithë të burgosit të tjerë dolën shumë Jusufa dhe Kadri Zeka, të cilët vazhduan rrugën e saj deri në pluralizmin politik dhe ajo që ka rezultuar domethënë nga gjithë këto, nga lëvizja popullore e Kosovës, nga këto ideator, nga këto veprimtar, nga këto advetar, nga këto njerëz mbajtën shpresën deri në daljen e skenë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe që u përhap domethënë më vonë edhe ushtria shkrimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit dhe në Maqedoni ushtria shkrimtare kombëtare. Të gjitha këto janë rezultat i këtij srumbullarit të krijuar nga rezistenca për liri. Andaj dhe flaka e janarit është sot simbolik që duhet të jepet brezave të ri. Dhe kjo bartje domethënë që është bërë pas 20 viteve, që është dhënë domethënë sot këtë ditë Kumanovës, është që të dëshmojmë se në çdo vend banim të jetë flak, sepse kjo ditë, ky janar, edhe pse është i acartë, por është shpresë, është dritë për lirinë e kombit shqiptar. Cili është mesazhi kryesor që flaka e janarit u përcjell brezave të rinj? Historia, më thonë, çdo herë është që të ne mëson të kaluarën. Dhe brezat të cilët kanë lindur edhe
pas vitit 1982, që unë jam vitit 1982, dhe njerëzit, më thonë, sot, gjenerata e re, të cilët kanë lindur edhe pas luftës së vitit 2001, nuk e din vuajtjet e popullit shqiptar. Nuk i kanë përjetuar. Andaj, kujtesa, që edhe në për institucionet shkollore, por me këto manifestime, me këto organizime, është të përcillet nga brezi i ri, sepse brezi i ri duhet të din vuajtjet e popullit shqiptar, rezistencën, sepse nuk kemi pasur këto kushte, si që kemi sot më mirë, se që s'kemi qenë asnjëherë, si shqiptar, kudo që jetojmë në Ballkan. Por, brezi i ri të dije sepse shqiptarët janë diskriminuar, shqiptarët janë larguar nga procesët institucionale, por shqiptarët asnjëherë nuk kanë qëndruar duar kryq, çdo herë janë organizuar për të ardhur deri te drita e lirisë, vetë flaka mban dritë, dhe drita është rrugë e cila sjell simbolikën e lirisë. Dhe brezët e ri duhet të dinë mirë të gjitha vuajtjet, angazhimet, veprimtaritë, atletare të kombit shqiptar dhe të gjitha ato të cilët kanë ra për të qenë sot ne më mirë, siç kemi këto mundësi, këto kushte. Sot kemi dy shtete shqiptare, kemi Shqipërinë, sot kemi Kosovën. Nga kjo rezistencë, nga këto veprimtar, nga këto atletar, nga ushtria shqiptare e Kosovës, dhe gjithë këto erdhen si rezultat i motivit, i jetës, angazhimit, që shqiptarët duhet të bashkohen kudo që janë, që të arrijnë qëllimet e veta, siç i kemi ne sot, por duhet përsëri të punojmë edhe më shumë që të jemi më mirë dhe të jemi me kohë. A mendoni që brezat e ri kanë interes për këtë histori realisht, tani aktivitetet që mbahen për vite me radhë, a ka nga brezat e rinj që vinë dhe i ndjekin ose janë të interesuar që të angazhohen në këto aktivitete? Sa është interesi? A shkon çdo vit e shtohet ose çdo vit e bie? Në 20 vjetorin, ku falenderoj që isha edhe këtu pjesë këtij emisioni, vlen të theksohet se për brezat e ri, jo rastësisht që organizohet 20 vite, duke u thirrur nga të gjitha trojet shqiptare, nga Shqipëria, posaçërisht në mënyrë më aktive, nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë, kur Gostivari, vitin e kaluar ishte qendra kryesore, në 20 vjetorin, kanë marrë pjesë shoqëri kulturore artistike, këngëtar, të grup moshave të reja, edhe një grup moshë, të grupit më të ri të këngëtarëve tonë, vitin e kaluar, në Gostivar, me 17 janar, morën pjesë me këngën e Jusuf Gërvallës, nga shoqëria kulturore artistike Duflla, të cilët kënduar, por kanë marrë pjesë mbi 7 shoqëri, kulturore artistike që është organizuar në 20 vjetorin nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria, duke u bashkuar gjeneratat të tëra, posaçërisht simbolike e saj është që kjo të përcillet të brezët e ri. Dhe këtë e kemi bërë me këto manifestime, me këto organizime, që i ka bërë, shoqëria Lëvizja, posaçërisht kryetari i saj, Xhevat Bislimi, në bashkëpunim me kryeorganizatorin e 20 vjetorit që ka mbajtur gjallë flakën e janarit, zotin Luan Veliut, i cili është figurë e veçantë, me vetë iniciativë, me vetë organizim, që 20 vite të mbajsh gjallë flakën e janarit në qytetin e Gostivarit. Dhe këtë vit, sot këtë ditë, me 17 janar, organizimi kryesor do të mbahet në Matesh të Kumanovës. Apo rrezikon kjo ngjarje të mbetet vetëm simbolike apo ende ka ndikim real në shoqëri? Edhe nëse është simbolike, ajo shijohet sepse është e brezave të tërë, që ka vazhduar rrugtimi i jonë i shqiptarëve. Në kjo datë, në 17 janar, çdo herë mban figurat e mëdha të kombit, të cilët kanë rënë në këtë ditë, kanë vdekur në këtë ditë, siç është kryeheroi Gjergj Kasioti Skënderbeu që e përmenda, siç ka qenë Ismail Qemali, siç ka qenë Isa Boletini, dhe posaçërisht figurat kryesore kiçe, të cilët kanë vepruar, në këtë janar, por me edhe 11 janar janë figurat, të cilët kanë rënë, pas vitit 1982, edhe Nohi Berisha, dhe Recep Mala, di figura heroike të mëdha, të cilët vazhduan në rrugët, të cilët nga Jusuf Gërvalla në vitin 1982, ato në vitin 1984 do të bëjnë heroikisht duke mbrojtur interesin. Recep Mala dhe
Nuhi Berisha. Dhe kjo ka vazhduar përsëri deri te Fadil Vata dhe deri në daljen në skenë. Dhe ky rrugtim është i prekshëm për ne, sepse ende janë familje, janë fëmijë të tjerë, janë familjarë të tjerë që janë rritur me këto figura dhe nga të gjitha këto informacione që ne, Jusuf Gërballa ka qenë dhe këtu pjesë në këtë vend të Shkupit, se ka qenë dhe kujtimet ngelin çdo herë. Dhe simbolika e saj, nëse do të ngeli vetëm si simbolik, por nëse nuk e ndjem, atë nuk do të ishte mirë për të edhe manifestuar. Nëse ngelim vetëm si simbolik, por duhet të ndjehet çdo herë, të përcjellet çdo herë dhe të dihet e vërteta se pse janë ndodhur këto ngjarje dhe pse erdhëm deri në një luftë dhe pse erdhi liria tek ne. Dhe nuk e kemi pas të gatshme. Dhe të gjitha këto manifestimet përcjellin një mesazh të duhur, një mesazh që brezat të ndjekin këtë rrugë, por në jetën jo më të pushkës, por në jetën e penës, në jetën e dijes, mësimit, kulturës dhe avancimit të cilën shkon sot bota me teknologjinë e re. Dhe shqiptarët, dhe kombi shqiptarë, dhe kudo që janë shqiptarë në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri dhe në diasporë, dhe kudo duhet me çdo kusht të japin një vetdije, se sot duhet të investohet në ngritjen e vetdijes së mësimit, dijes së mësimit dhe shkollimit të jetë primar tek ne, sepse pa shkollë nuk ka dritë. Të njerëz, Jusuf Gërballa ka qenë figurë e shkolluar që ka bërë këto lëvizje. Dhe të gjithë të tjerë, kanë qenë figura të ngritura, siç ka qenë edhe Veta Demdemaçi, një njeri që është shtilla e kombit pas vitit 1963 kur ai burgoset. Me burgosin e tij 28 vite, qendresa e tij, ai ka motivuar, nuk u shuar, ka motivuar organizata dhe ka vazhduar në mënyrë të pandërprerë ky rrugtim deri në daljen e skenë të ushtrisë shqiptare. Të gjithë këto njerëz të cilët ranë në janar, nga Skënderbeu e deri te Nuhi Berisha, dhe Recep Mala është flak që ngrit, janari për ne, si është nëntori muj kthesave dhe historisë tonë më të lavdishme të kombit, janari është drita dhe rruga, edhe pse është i acartë, është motivuesi kryesor i arritjeve të kombit tonë. Më tregoni si ka evoluar shënimi i flakës së janarit ndër vite? Kjo është mundësuar posaçërisht tek ne kur thuhet ndër vite, vlen të theksohet, që nga organizimet e parë, çdo herë kanë filluar që në vitin 1992 ku thuhet në Kumanov, por në mënyrë të fshehtë, në Kërçov në vitin 1995 dhe ajo të cilët i ka dhënë një jehon për ne shqiptarët është posaçërisht pas luftës së vitit 2001 dhe marrëveshjes së Ohrit, ku edhe pse me vetë iniciativë, por ndonjëherë edhe me përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, por ndonjëherë edhe me përkrahjen e komunës, ne kanë dhënë mundësitë që ne të bëhet këto organizime të cilët e kanë mbajtur shpresë nga vetë një shoqat, nga vetë krijetari i saj Luan Veliu, me një respekt veçantë, i palodhur asnjëherë, ka mbajtur 20 vite, manifestimin e flakës janarit, duke thirrë figura, profesor të mëdhenj, historian, gjuhëtar, valltar, këngëtar, duke i bashkuar të gjithë, lëvizje, shoqëri, ngjarje, dhe gjithë këto janë qenë, çdo herë ka pasur nga një motiv të re, po nga një organizim i ri, po çdo herë ka pasur një përmbajtje të re, por çdo herë simbolika e saj, kanë qenë Jusufi, Kadriu, Bardhoshi, Nuhiu dhe Recep Mala. Gjithë këto janë pjesë të cilët kanë ardhur posaçërisht kur edhe merr emrin flaka e janarit. Dhe të gjithë, kjo flak i ka bashkuar figurat më të mëdha të cilët kanë ndruar jetë dhe kanë ra në këtë janar që është i acartë, por është i shpresës tonë. Ata edhe pse kanë pasur jetën të tensionuar, por gjithsesi kanë pasur dhe kanë ditur edhe të argëtohen, sepse edhe kanë kënduar. Po, kjo është para fakteve heshen edhe engjëjt, kështu është thënë, vetë Jusuf Gërballa, ka qenë vetë këngëtar, ka kënduar, ka qenë letran njëri, i shkrimeve, letrave, por edhe i këngës, i argëtimit,
Dhe shqiptarët më thonë e kanë tradit dhe e kanë zakon, më thonë, por edhe këngët e kanë ndodhur, më thonë, vaj burrave është kënga, më thonë, çdo herë hallet tona, më thonë, i kemi shëruar përmes këngës. Dhe kënga ka qenë ajo që na ka dhënë një motiv, një shpresë dhe na ka mbajtur gjallë edhe historinë. Sepse kur ne kemi pas të drejtë të shkruajmë, kur ne kemi qenë një kombë dhe një popull i cili të fundit kemi bërë shkrim dhe lexim, më thonë, në vitin 1908 në manastir, dhe ky kombë, cili nuk ka pas të shkruaj të ruaj historinë e vetë, më thonë, kënga është simbolika më e madhe që ka ruajtur historinë për ato oda, por që është bartur dhe është argëtuar edhe të këto figurët që kanë ra. Mos ishte kënga, mos ishin ato konaqe, mos ishin ato këngë folklorike, nuk do ishte rezistenca. Më thonë, çdo herë shqiptarët i kanë kënduar herojve të vetë, i kanë kënduar lavdisë të vetë. Dhe çdo herë janë motivuar brez pas brezi, siç është rilindja kombëtare, më thonë, e shqiptarëve që simbolike merr figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut për të vetëdijsuar kombin shqiptar, të njëjtën, më thonë, ato figura siç ka qenë Naimi që ka kënduar Skënderbeut, Çajupi që ka kënduar Skënderbeut, dhe të gjithë që i këndojnë sot Skënderbeut, por është motivi i rilindjes kombëtare. Dhe ato janë ato të cilët e bartën dhe i kënduar, po gjithashtu edhe krijngritjeve tjera deri te pavarësia e Shqipërisë, ato rezistenca, domethënë Isa Buletinit, e Idris Seferit, më vonë, domethënë Shot Galicës, Azem Galicës dhe Adem Demaçi, domethënë, dhe Jusuf Gërvallës, dhe kjo duhet bartë të rregullisht të këndohen deri te ai që i dha fund, domethënë deri te periudha më e lavdishme te epopeja e USHK-s e familjes Adem Jasharit. Dhe gjithë këto, edhe në familjen e Jasharëve, domethënë ato çdo herë domethënë, edhe kur kanë bërë rezistencë, por edhe kur janë kthejnë në shtëpi, janë edhe video incizimet, janë që i shohim edhe ne sot në rrjetet sociale, janë këngët të cilët ato kanë vallëzuar, kanë kënduar dhe kanë arritur motivin që të jenë sa më të fuqishëm përballë çdo stuhie. Sa po nderohen realisht figurat e Janarit dhe apo i kuptojmë drejt sakrificat e tyre? Për fat të keq, kur thua e kuptojmë drejt, çdo shqiptar, më thonë, çdo shqiptar, unë dhe ti, unë bashkë me ju, këtu në emision flasim në gjuhën dhe ne bashkojmë vetëm për gjuhën. Gjuha është ajo që na unifikon. Gjuha është ajo që na bashkon. Nëse ne flasim në gjuhë tjetër, ne do të jemi këtu. Dhe ajo gjuhë, domethënë, dhe kombi shqiptar dhe për detyrë që neve të na mundson, domethënë, që të përgatitim të gjithë gjeneratat që do të vinë tash, këto brezat tonë, të dinë dhe të kuptojnë, të ngrejnë vetdijen tonë të lartë. Jo vetëm t'i themi vetes shqiptar, por gjuha është dhe duhemi përmes gjuhës tonë dhe përmes shkollimit të gjuhës shqipe. Nuk ka gjuhë më të shenjtë se kjo. Dhe ne, nëse do ta hedhim poshtë, qoftë mallku, ne bir shqiptari që këtë gjuhë perëndis. Trashëgim që ne e lanë parët, trashëgim si ale fëmisë. Dhe ne duhet t'ja lëm, dhe ne sot afrohemi përmes gjuhës. Gjuha na unifikon. Dhe nëse ne nuk do të ngrejmë vetdijen tonë të plotë dhe nëse do të nderojmë të gjithë herojt e kombit shqiptar, deri te dëshmorët e fundit, po posaçërisht tek epopeja më e lavdishme e 5, 6 dhe 7 mars të familjes Jasharit që dha sakrificë, që me të vërtetë çdo shqiptar shkon atje për kulët tek ato, nderon ato dhe të jo vetëm të shkojmë, por të shkojmë me ndjenja dhe emocion dhe me vetdije të plotë, sepse mos ishin ato, ne s'ishim këtu ku jemi sot. Nuk do të kemi këto institucionet ne ku i kemi sot. Nuk do të bëjmë edhe mision për këto sot. Dhe ato kanë qenë që ne sot të jemi mirë. A mendoni se politika sot e përdor flakën e Janarit më shumë për imazh se sa për reflektim? Jo, nuk e besoj, sepse flaka e Janarit është organizuar nga vetë personi, nga një shoqatë, domethënë në quajtur Lulit e Malësisë, pa bërë asnjëherë dallime, domethënë ku marr pjesë në shumë aktivitete, domethënë, të cilët i ka bërë vetë zoti Luani. Politika nuk duhet ndërhinë në këto organizime, sepse
njerëzit e politikës edhe nëse janë figurat duhet të takohen, të afrohen, por jo të keq përdore dhe më thonë si Flako Janari, sepse ato nuk kanë ra për këto politika të cilët ne di veprojmë sot. Por ato kanë ra për lirin e kombit tonë dhe asnjëherë nuk duhet të trajtohet Flaka Janarit në aspekt politik, sepse të gjitha ato të cilët kanë ra në Janar nuk i takuar si subjekti politik të cilët funksionojmë sot ne. Dhe ato kanë ra për të mirën e kombit, për të mirën e popullit dhe për lirin tonë. Më trego se çfarë do të na thosh që nësot heronjt e Janarit po ta shihnin në realitetin politik e shoqëror? Ato të cilët kanë ra në atë periudhë dhe sikur se sot ta shohin këtë realitet, besoj se ato do të ndjehen edhe mirë. Sepse sot ato të cilët e ranë në Janar, dhe më thënë, Jusufi, Bardhoshi, Kadriu, bashkë me Rexhepin dhe Nuhi Berishën, në këtë Janar, në ato Janar të vitit 1982 dhe 84, vlen, dhe më thënë, të thuhet se ato atëherë nuk i kanë pas një Kosovë të pavarur, nuk kanë pas një marrëveshje të orit të cilët kanë qenë garantues për shqiptarët në Maqedoni. Në atë kohë kur kanë rënë nuk ka qenë një mal i zi që sot feston në çdo qytet ku jetojnë shqiptarët, më thonë, në Ulqin dhe në çdo vendbanim tjetër, më thonë, të malit të zi, por edhe në Preshevë. Por a i kemi arritur synimet dhe qëllimet e tjera të cilët kanë ra ato? Jo. Realisht, apo jetojmë e lirin për cilën ata u vlijuan? Ne sot i gëzojmë privilegjet atyre, rënjën e atyre, ne sot jemi mirë, flasim, mësojmë, kemi institucione, por ne duhet jemi më vigjilent, më të përgatitur, më të vetëdijshëm dhe të nderojmë çdo herë, sa herë dhe çdo mundësi, sepse pa ato dëshmor, pa ato njerëz, ne s'ishim këtu. Cili moment i Flakës Janarit ju prek më së shumti emocionalisht? Asnjëherë nuk mund datë Janari është dritë, Janari është flak, Janari është shpresë për ne, edhe pse është i acartë dhe ka ndodhur tragjedi të rënda, por është motivim, është ngritje, është vetdije, është kulturë, është mesazh. Dhe të gjitha ngjarjet, më thënë, edhe në mesjet në vitin 1468 me vdekjen, më thënë, të kryeherojit ton Gjert Kastriotit Skënderbeut, figurës më emblematike që ka mbajtur shpresën dhe rrugtimin, më thënë, të gjitha epokave të historisë, nga ai vit, më thënë, e deri më sot, ai Janar, më thënë, ka humbur një figurë që mbajti Shqipërinë 25 vitit të lirë. Pastaj Ismail Qemali, më thënë, shkuarja e tij, më thënë, në botën tjetër, më thënë, në Janar është figura, dhe më thënë, që ka shpallur pavarësinë e shtetit shqiptar, Janar, dhe më thënë, të cilët është vrarë, dhe më thënë, në pabesi, dhe më thënë, në maltëzi, në urë të Ribnicës, Isa Buletini me vetitet, duke bërë ballë, dhe më thënë, në vitin 1916, Janari, 17 janari vitit 1982, figurave më emblematike dhe bashkuese të lëvizjes popullore të Kosovës, Jusuf, Kadri dhe Bardhosh Gërvalla. Janari i Rexhep Malës e Nuhi Berishës, Janari që sot, që zut haruar, sot është dhe ka kaluar, dhe më thonë, 15, dhe më thonë, është Janari që bëri fitoren më të madhe të kombit shqiptar. 45 të rënë, në Reçak të vrarë, të masakruar. Në Janar të vitit 1999, Janari është kthesa më e madhe dhe ato heroj, ato njerëz, ato dëshmor, ato martirë të cilët e ranë, pa asnjë faj, dhe Reçaku është kthesa e kombit ton shqiptar. Familja Jashari me Reçaku një kthesa e kombit ton dhe gjithë dëshmorët e kombit. Dhe çdo janar, do të thonë, dhe vetëm kur të kujtojsh Reçakun në
15 janar të cilët kanë ndodhur në vitin 1999, por ajo e sjelli domethënë intervenimin e NATO-s, ajo masakër dhe ai ambasador dhe miku i madh i shqiptarëve bëri ftesë që Kosova të çlirohet sepse përjeton gjenocid, dhunë, terror nga ushtria e asaj kohe jugoslavisë dhe posaçërisht nga Serbia. Dhe çdo janar është i dhimbshëm, por janari është dritë, është motiv, është shpresë, është e ardhme, është liri. Si duhet të duket flaka e janarit në të ardhmen? Flaka e janarit në të ardhmen duhet jetë me bashkuar në aspekt politik, shqiptarët mos jenë asnjëherë të përçartë, të bashkuar, por të shikojnë edhe interesat e veta, por shqiptarët duhet jenë të shkolluar, të mësojnë, të ngrenë nivelin e dijes, të ruajnë gjuhën, të ruajnë traditën, kulturën, dhe çdo shqiptar është i obliguar të nderojnë deri në pikën e fundit çdo gjenerat që do të vinë, çdo e ardhme që do të vinë, të nderojnë dëshmorët, sepse ato janë udhërfisit, ato janë liria, ato janë pavarësia, ato janë shpresa dhe dinjiteti i kombit tonë. Cili është mesazhi që do ju dërgoje gjithë të rinjeve të cilët sot ndoshta nuk e ndjejnë afër këtë ngjarje? Nuk kanë faj të rritë, do të thonë çështja e globalizmit është çështje globale, do të thonë ajo që nuk mund ta ndalë ne, por të gjithë ato mësimdhënës, të gjithë ato arsimtar, profesor, qofshin në shkollat fillore të mesme, qofshin në universitete, në posaçërisht katedrën, do të thonë të historisë, gjuhësisë, të japin kontributin më të madh që të ngrejnë vetdijen ndaj nxënësve, ndaj studentëve dhe të mësojnë në rrugën se shqiptarët duhet të bashkohen dhe të mësojnë, sepse globalizmi është ajo që do të na humbje të kaluarën tonë dhe ne do të jemi pjesë edhe botës globale, por nëse do të dimë të ruajmë vlerat tona të kulturës, të gjuhës, traditës dhe do të nderojmë çdo dëshmor, ne do të jemi përsëri në atë vijën tonë, edhe pse globalizmi është pjesë që nuk mund ta ndalim ne. Unë ju falenderoj zakonisht shumë që ishit pjesë e emisionit tonë dhe që ndam shumë çka sa i përket janarit të bukur, janarit ndriçues edhe shumë flak, dhe shpresojmë që këta mesazhe dhe gjithë kjo bisedë të gjithë ata të cilët po na ndjekin ndoshta reflektojnë edhe pse jo edhe më nga afër i ndjekin gjitha këto organizime që organizohen, aktivitete. Falenderit edhe për ftesën tuaj, edhe një herë më thonë gjithë shqiptarëve më thonë të ruajnë vlerat tona, të ruajnë këtë flak, sepse vetëm të bashkuar do të arrijmë qëllimet tona. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe të rikthehemi sërish.